Është zhvilluar këtë tenjë mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak drejtuar nga kreu i tij Elpiniqi Mërkuri, ndërsa e pranishme dhe kryetaria e re e Bashkisë së Vlorës, Bruna Mersini. Në të gjitha pikat e rendit të ditës u trajtuan çështje me karakter social, ndërsa nga institucioni i prefektit u propozua që dhënia e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë dhe nga fondi kushtëzuar për çdo muaj të kalojë në Këshill, pa pritur ligjshmërinë e prefektit. Mbledhja e sotme u fokusua në një çështje shtesë të rendit të ditës, diskutimi dhe miratimi i numrit të punonjësve dhe nivelit të pagave të bashkisë, institucioneve të bashkisë dhe funksioneve të deleguara. Sindigjika përfaqësuesi zyrës së burimeve njerëzore shpjegoi projekt vendimin e transferimit të shërbimit dhe funksionit të ndërmarrjes së gjelbërimit në ndërmarrjen e pastrimit, si dhe mbylljen e ndërmarrjes së gjelbërimit, por dhe shtesën e numrit të punonjësve të bashkisë dhe institucioneve të bashkisë që nga konviktet, çerdhet, arsimin parashkollor deri tek ndërmarrja publike për menaxhimin e mbetjeve urbane. Projekt vendimi që ka paraqitur administrata për numrin e punonjësve dhe nivelin e pagave për vitin 2026 është bazuar në ligjin 139/2015, në 54.ç/d që përcakton kompetencën për Këshillin Bashkiak për të miratuar nivelin e pagave dhe numrin e punonjësve. Kemi dorëzuar relacionin e parë i cili është diskutuar në komisionin juridik dhe komisionin ekonomik. Në bazë të diskutimeve që është bërë, na është kërkuar një shpjegim më tepër për këto pozicione që ne kemi përcaktuar që kemi parashikuar për të rritur dhe kemi dorëzuar një relacion shtesë. Në pikën e parë është transferimi i shërbimit dhe funksionit ndërmarrjes së gjelbërimit në ndërmarrjen e pastrimit. Është parashikuar që këto dy ndërmarrje të bashkohen dhe të qëndrojnë në ndërmarrjen e pastrimit dhe funksionet dhe shërbimet që kryhen nga ndërmarrja e gjelbërimit do të kryhen nga ndërmarrja e pastrimit. Në pikën e dytë është shërbimi i ndriçimit rrugor do transferohet si funksion në ndërmarrjen e shërbimeve. Sot sektori i ndriçimit rrugor është pranë administratës, është menduar që edhe në bazë të funksionit dhe në bazë të shërbimit është një shërbim që mund të jepet në mënyrë më eficiente dhe më të mirë nga ndërmarrja e shërbimeve publike. Në pikën e tretë të projekt vendimit është ambientet e gjimnazit Shaban Demira, i cili është mbyllur me një urdhër të Ministrisë së Arsimit, urdhër numër 3056. Këto shërbime do të shfrytëzohen nga ndërmarrja e shërbimeve publike dhe nga drejtoria e taksave dhe tarifave vendore. Ndërkohë në pikën 4 është miratimi i numrit punonjësve dhe institucioneve të varësisë. Në këtë pikë ne kemi parashikuar rritje të numrit total që është parashikuar të rritet është 116 dhe shpërndarja është e tillë. Në administratë janë parashikuar që do të shtohet një nënkryetar, 3 pozicione nivelit përgjegjës, 8 policë bashkia, 4 specialistë dhe 2 kujdestar në çerdhe. Këto shtesa janë bërë bazuar në kërkesat që kanë dorëzuar drejtoritë për gjatë vitit 2025. Kërkesat kanë qenë nga ndërmarrja e gjelbërimit, ndërmarrja e pastrimit, drejtoria e infrastrukturës, njësitë administrative, policia dhe arsimi. Numri i pashëm i administratës ka qenë 336, ndërkohë që sot është 394. 41 nga këto pozicione nuk janë pozicione të reja, janë pozicione që janë transferuar nga ndërmarrja e shërbimeve publike dhe nga ndërmarrja e gjelbërimit dhe pastrimit. Këta punonjës kanë kryer detyrat e tyre në njësinë administrative. Qëllimi që ne kemi, siç e ka menduar administrata, është që të forcojë njësitë administrative duke i dhënë kryetarëve të njësive administrative, punonjësit që ata kanë nevojë për të kryer shërbimet më pranë komunitetit, referuar dhe parimit subsidiaritetit që është i parashkuar në ligjin 139 të qeverisjes vendore. Shtesa është dhe tek policia bashkiake, janë 8 pozicione. Drejtori i policisë bashkiake ka bërë një shkresë që ka kërkuar rritjen e numrit të punonjësve të policisë. Është parashikuar 8 pozicione për vitin 2026, megjithatë edhe në vimësi të 8 pozicione të reja të cilat do të shpallen. Sot kemi 8 vakant, kështu që në total do të jenë 16. Në faqen e bashkisë është bërë shpallja për pozicionet e lira vakante për punonjësit e policisë bashkiake, kështu që janë të lirë të gjithë ata që janë të interesuar që të konkurojnë në këtë procedurë. Kjo është për policinë bashkiake, janë parashikuar 4 specialistë në administratën e bashkisë, përgjithsisht janë specialist inxhinier hidro, inxhinier ndërtimi dhe inxhinier elektrik, për cilët bashkia ka nevojë. Kryebashkiakja Bruna Mersini detajoi projekt vendimin e transferimit të shërbimit dhe funksionimit të ndërmarrjes së gjelbërimit dhe argumentoi pse është i domosdoshëm bashkimi sërish i 2 ndërmarrjeve në një që sipas saj ka vetëm një qëllim, të forcojë shërbimet ndaj qytetarëve. Qyteti nga zyra urbanistikës ka nxjerr rrugët dhe sipërfaqet në qytetin e Vlorës, ku rrugë dhe trotuare janë gati 455.000 metra katror, kurse bloqe janë gati 290.000 metra.
Në manualin e Bashkimit Evropian dhe standardin të orëve të punës të punëtorëve është përcaktuar që një punëtor në 6 orë shihen 6500 metra. Po të mbledhin të gjithë sipërfaqet, trotuare, rrugë, bloqe, dhe po të bënim ndarjen ashtu siç e kemi bërë në analizën e kostos që kemi bërë, që jo të gjitha rrugët e qytetit do të fshihen çdo ditë apo trotuaret do të fshihen çdo ditë, por rrugë me prioritet që kanë densitësi popullsie dhe frekuencë përdorimi në qytet më të lartë, do të thosh që numri që na duhesh për punëtorët e pastrimit do të ishte një numër shumë i lartë dhe i konsiderueshëm për të dhënë performancën që i duhet këtij sektori. E dyta, në sezonin turistik, shpeshherë ka ndodhur që punonjësit e gjelbërimit mund të kërkoheshin pras esencë drejt sektorit të pastrimit. Kontratat e punës janë të përcaktuara, të gjithë punonjësit kanë kontratë përcaktuar në sektorin e gjelbërimit dhe nuk mund të tjetërsohet kontrata në momente që ne kemi nevojë dhe Bashkimi dy ndërmarrje e rrit flotën e punonjësve në sezonin turistik, duke bërë dhe kjo të jetë një arsye më shumë që mos të kërkojmë numrin që na kërkojnë standard. Dhe për këtë arsye kemi menduar që të ulim numrin dhe të ulim kostot për burimet njerëzore, t'i bashkojmë të dy ndërmarrjet. Projekt vendimi është diskutuar më pas dhe debatuar nga këshilltarët të pozitës dhe opozitës. Unë gjej rastin në këtë moment i përshëndes gjithë ata që punojnë si në pozicionin e fshesës, sepse realisht kanë bërë një punë të mirë, por në syrin tim, këndvështrimin tim dhe të konsultimit me qytetarë ndryshëm, problemi nuk kanë qenë tek ata që fshin. Ata që fshin i ka dalë krau të shkretëve. Problemi ka qenë tek grumbullimi i mbeturinave, tek kazanët e të mbushur që nuk kalon makina aty për t'i marrë ato, dhe mbi të gjitha organizimi i këtyre për të kaluar, ndoshta nuk kanë pajisje sa ç'duhet, ndoshta nuk kanë makina sa ç'duhet. Në të njëjtën kohë që duhet bashkuar kjo zonjë, po shtohen dhe 116 punonjës. Se unë nuk e di si ulen kosto tu tek zonja Mersini, kryetare e bashkisë, ku shtohen 116 punonjës. Si ulen kostot, nuk e kuptoj dot. Se këtë nuk arrit dot. Unë nuk jam nuk jam ekonomist dhe nuk pretendoj që të bëj analizë ekonomike të kësaj, po jam këtë shumëzimin edhe pjesëtimin edhe mbledhjen këto ditë i bëj, kam mësuar në shkollë, i mblodha unë këto më dolin 116 punonjës shtesë. 116 nga 1480 që janë 1480, e kupton çfarë janë këta? Po këta e shërbejnë për ushtri elektorale, nuk është se shërbejnë për të shërbyer qytetarëve. Këtu tani nga 1480 do vej 1596, për 4 veta vetë 1600 fiks. Dhe gjitha çfarë përmban një kontratë, në ndjenin time nuk është se ka pasur kontrata për punonjësit, por që gjithë punonjësit duhet jenë me kontratat. E para një nuk duhet i kthejmë bisedës së vjeçme që kemi bërë, pasi jemi gjithë dakord dhe e dim shumë mirë që kam qenë një nga personat që kam qenë kundër ndarjes së ndërmarrjes, por kam qenë kundër sepse në atë kohë ju kam thënë, na bini një plan konkret. Na bini një plan pune, na bini një analizë financiare, na bini një analizë operacionale pse po e ndani. Përsëri sot jemi në situatën që këtë gjë prap nuk e kemi. Nuk kemi një analizë financiare, nuk kemi një analizë operacionale dhe nuk kemi asnjë lloj veprimi. Në qoftë se do të ishim për të parë kostot, është e kot që unë të drejtohem drejtorit financës ose kujdo nga financa sepse nuk e ka haberin kostot që ulen dhe kostot që rriten. Nuk e bën dot. Ose edhe mund ta ketë bërë, nuk i intereson. Pse nuk i intereson? Sepse edhe në mbledhjen e këshillit, edhe në mbledhjen të Komisionit Financës, na ka ardhur si projekt vendim, na erdhi me lezet futen qik, ta shikojmë qik dhe më zhdashur 3 orë gjysmë për t'i nxjerrë që shtohet me 116 veta. Donin ta kalonin në heshtje. Pas debatesh, projekt vendimi ka marrë miratimin e transferimit të shërbimit dhe funksionit të ndërmarrjes së gjelbërimit në ndërmarrjen e pastrimit, si dhe mbylljen e ndërmarrjes së gjelbërimit. Shërbimi i ndryshimit rrugor ju transferua si funksion ndërmarrjes së shërbimeve publike, ndërsa ambientet e ish gjimnazit Shaban Demiraj të shfrytëzohen nga ndërmarrja e shërbimeve publike dhe drejtoria e taksave dhe tarifave vendore.